të ndërpresim. Po ju paralajmëroj që do të ndërpresim fjalën procedurë se janë 20 vete të regjistruar dhe askush nuk flet procedurë. Zoti Noka. Tani teksa dëgjon këtë ministër këtu mrapa, seriozisht ndjen keqardhje për nivelin ku është katandisur shteti shqiptar. Shikojeni, e pat se çfarë tha, e dëgjuat çfarë tha ky ministër, ky është ministri, ja. Shikojeni, ka turp më të madh. Po ç'ministri je ti mo? Po ç'ministri je ti mo? Po ti je ushtari Ertion Bisit, mos Ertion Bisit ta drejton policinë, ministrin. Po ti je zari i Tan Leprit more. Po ti ke, po ky shtet ja ku e keni mo, ky shtet ka Tan Leprin ministër mo. Tan Lepri dhe Ertion Bistri urdhërojnë policinë e shtetit dhe bëjnë emërime dhe çemërime në policinë e shtetit. Prandaj e policia e shtetit si band me qytetarët mo. Po ku je tim? Po ç'a jeni ju mo? Po nuk keni as lidhje, ti s'ke as lidhje me shtetin. Po ju nuk keni asnjë lidhje me shtetin, ju i thjesht keni po lidhje me bandën. E përmendja ai termin përdhunim. Kjo anë nuk e njeh si term. Sepse as e ka ushtruar kur, as nuk ka pranuar kur. Por më të përdhunuar se ti s'ka pas ky parlament as ka për të pas. Pse? Të ka përdhunu Sueli. Dhe unë e ti e di mirë shumë. Të ka përdhunuar Sueli edhe në 8 mëngjesit. E di mirë shumë. Pret, unë po citoj Zoti Peleshi. Unë po citoj ato që u thanë. Unë nuk po them as i term të ri që të më thuash. Prit, një sekond. Të ka përdhunuar Sueli dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Edi Rama. Dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Ky Sagasi. Kur të fitohet për Reckash. Dhe atëherë tentove të belbëshosh, po jo të reagosh. Prandaj ti e ke qef termin përdhunim, sepse je rritur mes përdhunimesh. Prandaj mos guxo t'ja thuash kur as qytetarëve, jo më t'ja thuash dikujt tjetër. Atë sindrom nga i cili ke vuajtur dhe të ka bashkëshoqëruar gjatë gjithë jetës tënde. Morë vesh, për sa i përket çështjes, po, ka rendite sot. Po rendite mbi gjitha rendet e ditës është zëri i qytetarëve. Dhe atje për jashta, prej 50 ca ditësh janë qytetarët që flasin, sepse ju nuk i përfaqësoni ata. Këtu ke dikën që përfaqëson Suelin, këtu ke dikën tjetër që përfaqëson Troplinët, këtu ke dikën tjetër që përfaqëson Xhabaftët, pra ju përfaqësoni krimin, përfaqësoni korrupsionin dhe nuk i përfaqësoni dot qytetarët. Edhe 20 sekonda se ma dhat me vonesë. Përfundoni. Nuk i përfaqësoni dot qytetarët. Prandaj ata reagojnë, se janë të vjedhur, se janë të shkelur me këmbë, se i keni varfruar, se keni detyruar të rinë të mbjetojnë me 50 euro ndihmë ekonomike, se i keni quar që për vete shkryheni në Luc miliardash dhe i keni lënë ata në pensionistët të jetojnë me 100 euro, 150 euro. Dhe ata reagojnë për prindit e tyre, për jetë. Përfundoni. Prandaj ata janë në të drejtën e tyre. Prandaj Partia Demokratike dhe Opozita do të jetë gjithmonë ka tyre. Nuk pyesim ne për 5-10 qorrista apo të pjesëtar të Antifas së Sorosit. Jo. Nuk kemi fare si llogarisin tefter ata. Por pjesa shumica aty janë qytetarë. Ata kërkojnë largimin tuaj. Mos u fshini si struci. Nuk i shmangeni dot vullnetit të qytetarëve. Vullneti i tyre kërkon që ju tikni. Hapni rrugë zgjidhjes politike. Në të kundër zgjidhja do t'ju imponohet dhe do ketë kosto për ju. Zoti Piro Vëngu.